Rregullores, po vazhdoj atë, po e sqaroj mendimin tim, se herën tjetër nuk na latë që ta çonim deri në fund. Po më duhet debat në parlament, e dika dhe kryetari i grupit Partisë Socialiste. Kur na e keni dhënë hapësirën ju për debat, ne? Kur? Sepse, zoti Beleshi, ne dolëm nga mbledhja e konferencës kryetarëve. Ja ku e ke, e ka marrë materialin aty, dhe shënohet qartë që seanca e sotme duhet ketë diskutim për çështje jashtë renditditës. Ndërsa në urdhërin tuaj të shpërndar, ju e keni heq këtë pikë, zoti Beleshi. Ja pra, pas ka qenë këtu kjo, se këtu nuk është hequr. Ja ta marrin dhe kamerat. Dhe kjo është ajo që po bëni ju, dhe ne ngrejmë shqetësimin, dhe ne shfrytëzojmë çdo hapësirë për debat, po, edhe debatin për proces verbalin, edhe për procedurë, sepse e di se keni bërë ju, zoti Beleshi, këtë parlamentin si dyqan, pronari i cilës kërkon të pastroj para dhe pret fatura falso, dhe përze dhe njerëzit, normal, edhe e mbyll 5 minuta. Ky është dyqan parlament, vini këtu ju dhe kërkoni të pastroni këtë politikën tuaj të pistë. Me këto seanca, 5 seanca pa folur askush, pa debatuar askush, vetëm hajde, hape, mbylle, sa jo pasaj ligjet pista për t'i pastruar, për t'i bërë pastra, interesat pista, po qoftë edhe parat pista, mashtrimet pista, po edhe thikat pista kundër qytetarëve. Pra, po impononi, keni përgjithësi, po impononi një hapësirë të çmendur këtu. Sepse një hapësirë të çmendur nga një arsyeshme e dallon jo salla, jo luksi i pjesëmarrësve, jo njerëzit, e dallon heqja arsyes, po hoqja arsyen, ke vendosur çmendurin, ju po i hiqni arsyen. Arsyeja e parlamentarizmit është debati parlamentar. Dhe tani na vini gjoja me shpalla mas murit, po diskutojmë ne në minutazh, 2 minuta, 3 minuta dhe alarm i madh. Ktheni debatin parlamentar. Faleminderit. Ka deputet që kërkojnë fjalën.